Greva në shumë qytete të Gjermanisë ka bërë që të anullohen fluturime edhe për kosovarët që kanë pasur destinacion të sotëm qytetet që janë në grevë në shtetin gjerman. Greva e punëtorëve të sektorit publik dhe personelit të sigurisë në Gjermani ka filluar dje pa paralajmërim në qytetin e Hamburgut, ndërsa sot ka vazhduar në 13 aeroporte duke i anulluar shumë fluturime në mbar vendin. Sindikata greviste kërkon rritjen e rrogave prej 8% dhe disa kushte të tjera, por punëdhënësit nuk janë dakorduar. Aeroportet si Frankfurtit, Stuttgartit dhe shumë të tjera kanë anulluar fluturimet e tyre, ndërsa sot do të anullohen në mbar vendin mbi 3400 udhëtime dhe do të dëmtohen mijëra udhëtar që i kanë pasur biletat e prenotuara. Greva është parashikuar të ndodhë vetëm sot, por të mërkurën është paraparë që greva të ketë në gjithë Gjermaninë dhe nuk dihet sa do të përfshihen prap anullimin e udhëtimeve. Ndërsa policia kufitare në aeroportin Adem Jashari ka thënë se pritet të anullohen fluturimet në aeroport, ku ka linja direkte në qytetet që janë në grevë sot në Gjermani.